Besimtarët musliman festojnë sot natën e Kadrit, ndërsa muaji të shenjtë të Ramazanit po I vjen fundi. Nata e Kadrit është një natë e bekuar e muajit Ramazan më e vlefshme se 1000 muaj, ku zbresin ëngjëjt dhe vendosin mirësitë dhe fatet e njerëzve për vitin e ardhshëm. Në këtë natë besimtarët musliman kalojnë kohën në namaz, lexojnë Kur'anin, bëjnë lutje dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. Lutjet e bëra në natën e Kadrit kanë një vlerë të veçantë dhe se Zoti I pranon më lehtë ato, thot imami I xhamisë së Lushnjës Alban Puka. Erdhi nata e madhe, nata e Kadrit, në cilën zbriti Kur'ani famlart si udhëzim, paqe, mëshirë për gjithë njerëzit. Për gjithë ata që duan të afrohen tek Zoti I tyre, le ta agjerojnë këtë natë të begat, e cila mbizotron mbi të begatia, mirësia, urtësia e Zotit dhe paqja për gjithë njerëzit. Prandaj neve lutim Zotin e gjithësisë, për neve, familjet tuaja, për vendin tonë, për qytetarët, për vëllezërit dhe motrat tona, për bashkëkombësit tonë, që Allahu të zbresë mbi ta paqen dhe dashurinë, mirëqenien dhe respektin e ndërsjell, duke dashur që me vërtet të mbizotrojnë në shtëpitë e tyre begatia dhe mirësia. Agjerojeni këtë ditë dhe këtë natë të bukur dhe qoftë mëshira e Zotit mbi ju dhe familjet tuaja dhe të gjithë besimtarët kudo që ndodhen. Imami uron besimtarët musliman lushnjar dhe jo vetëm në natën e Kadrit, begati dhe mirësi në familjet e tyre, por edhe besimtarët e besimeve të tjera, të cilët gjithashtu festojnë natën e Kadrit duke treguar harmoninë fetare. Kjo është nata në cilën nëse njeriu e baraspeshon atë me llogaritë saktuar, I bie që të ketë agjëruar 83 vjet. Pra, nata e Kadrit, që thot Zoti në Kur'anin e Kerim, është më e vlefshme se 1000 muaj. Pra, nëse besimtari agjeron dhe I jep asaj të drejtën që I takon, pra ai ka arritur të gjithë në vitin edhe jetën e tij në agjerim dhe adhurim ndaj Zotit. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne të neglizhojmë në të drejtat e njëri tjetrit respektin ndaj tyre, ndaj prindërve të afërt dhe familjarëve, sepse ato janë plotësuese këtyre vlerave. Prandaj I uroj të gjithë vëllezërve dhe motrave kudo që ndodhen të begatin mirësinë familjet e tyre dhe gjithë bashkëkombësve të mi brenda dhe jashtë vendit, që Zoti t'i bekatoj dhe të gjithë komunitetet e tjera fetare, që Allahu t'i bashkojë zemrat e tyre në një besim të vetëm në adhurimin e një Zoti, Zoti ju bekatoft të gjithë.